Bashkë me rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria po punon paralelisht për të afruar me vendet e Unionit edhe standardet e kurrikulave të arsimit parauniversitar. Deri në vitin 2029 parashikohet që ky proces të jetë i mbyllur, ndërsa këtë vit do të hyjnë në përdorim tekstet e përditësuara për klasat e para, të 6-ta dhe të 10-ta. Do të kalojmë në dy procese. Procesi i parë lidhet me përditësimin e klasës parë 6-10 dhe shpresojmë që në shtator të 2026-s ne të kemi të përditësuara rreth 140 tekste të gjitha lëndëve, dhe nga ana tjetër do të kemi tekste të reja për qytetarinë dhe gjuhën shqipe në klasën e parë të 6 dhe të 10. Do të ketë element që lidhen edhe me parafrimin në kohë, edhe me ruajtjen e identitetit kombëtar, edhe me transmetimin e gjuhës shqipe në gjithë brezat. Synimi i këtyre reformave është që nxënësit të jenë më kompetent të aftë të përdorin gjuhën dhe teknologjinë. I gjithë ndryshimi strukturor i përditësimit dhe i modernizimit kurrikulës bazohet jo vetëm ke informacioni i ri, po dhe ke mënyrën se si mësimi do të zhvillohet në klasë, do të ketë më shumë situata të nxënësi që vijnë nga jeta reale, më shumë investime në laborator inteligjent, por jo vetëm, do të ketë orë praktike, individuale, do të ketë orë projektesh në grup. Për ekspertët e fushës është e rëndësishme që të tilla ndryshime të përshtaten me realitetin e fëmijëve në shkollat e vendit e jo të zbatohen në mënyrë shabllone. Gjuha shqipe mbetet më e kërcënuara për shkak të teknologjisë dhe futjes së fjalëve të huaja në përdorim nga brezi i ri. Paralelisht pritet që me reformën të ndryshojë edhe mënyra mësimdhënies, ndaj për 7 universitete parashikohet futja e trajnimeve në përgatitje të mësuesve.